Gaforia. Në gusht të vitit 1961, pushteti komunist i Gjermanisë Lindore ndërtoi murin e Berlinit, një pengesë betoni që do të ndalonte qytetarët e pjesës lindore të qytetit ta ratisishin drejt lirisë së pjesës perëndimore. Për 28 vjet ishte gati e praktikisht e pamundur të kaloje nga njëra pjesë e qytetit tek tjetra. Pastaj ndodhi mrekullia. Autoritetet e Gjermanisë Lindore filluan ta lironin dhe kështu u shfaqen ata që u quajtën Çukapikët e murit. Në gjermanisht është Mauerspechte, pak e vështirë për të thënë. Ishin persona që të pajisur me dalta e çekiç filluan të shkatërronin murin. 2 vjet më pas, në vitin 1991, muri ishte gati komplet i shkatruar. Gafore, burra grua qofsh, për periudhën në vazhdim, por duke filluar që këtë javë, ke detyrën e Çukapikut të murit në fushën e veprimtarisë tënde. Ka ardhur momenti të shkatrosh një barikadë, një pengesë, një mur që do të jap liri dhe fushë veprimi. Qoftë kjo në lidhjet tua e qoftë kjo në aktivitetin tënd. Mbase do të duhet sa kohë derisa ta shkatrosh komplet, por duhet të fillosh tani.